Ebu Alije, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: Allahu i madhruar ka caktuar për vete 5 gjëra. E para, ai që beson në Zotin, Allahu do ta udhëzoj. E dyta, ai që i mbështetet Zotit, Zoti do t'i mjaftoj. E treta, ai që i jep hua Zotit, Zoti do ta shpërblej shumë fish. E katërta, ai që kërkon mbrojtje nga Zoti, Zoti do ta shpëtoj. Dhe e pesta, ai që lut Zotin, Zoti ka për t'ju përgjigjur atij. Pra, janë këto 5 gjëra të cilat neve në të vërtetë na mësojnë se si ta duam Allahun Azza wa Jall. Na mësojnë se si të lidhemi me Zotin. Na ofrojnë në thjesht cilësitë e Allahut te bareke ve teala, të cilat neve na lidhin edhe më shumë me të. Kjo për faktin se, siç tham, jo rrallë ne si njerëz, edhe duke dashur që ta përcjellim mesazhin fetar, edhe duke pasur qëllime të mira në parim, gabojmë për faktin se përzgjedhim metodat e gabuara. Prandaj nuk janë të pakta ata njerëz që ndonjëherë pikërisht për shkak të gabimeve tona edhe irritohen nga feja. Ndërsa Kurani dhe Suneti janë plot e përplot tekste të cilat na mësojnë se si duhet ta prezantojmë Zotin dhe nga çfarë këndvështrimi, nga çfarë perspektive duhet ta prezantojmë atë.